Sepse kjo që në momentin që futu drejt kamerës, shoh tek ekrani tek etiketa edhe shikojeni pak sa perfekte. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Për të gjithë që nuk më njihni, unë quhem Kristina. Atëherë, sot është ditë e premte dhe unë mezi po prisja që të më vinte diçka që kam porositur dhe që do e ndaj tani me ju. Për gozat që më ndjekin në Instagram e kanë parë më para sepse bëra një reels edhe tani atë punë po bëja. Madje shikoni ka vendosur edhe thojnë që më pëlqejnë shumë fare se si ka dalë. Bëra reelsin që doja të bëja dhe tani jam gati që ta ndaj edhe me ju gocat e YouTube-it. Besoj se shumica nga ju më ndjekin edhe në Instagram dhe kanë marrë vesh, por që ju e dini që unë çdo gjë e ndaj edhe këtu në YouTube. Tarataran! Kam porositur një kamerë për YouTube-in. Unë në fakt jam njeri që nuk marr vesh fare gjë nga kamerat, nuk di asgjë rreth kamerave, por duke qenë se unë këto kohë të fundit, sidomos në videon e fundit, isha duke pasur shumë probleme me pjesën e shkarkimit të videos, nga CapCut-i tek fotot, fshiva shumë aplikacione, fshiva shumë video dhe foto, që në fund normal që u pendova, por që kisha goxha probleme me pjesën e hedhjes së videove dhe thash ok, ka ardhur momenti që unë të marr një kamerë, pavarësisht se me cilësinë e telefonit unë jam shumë e kënaqur, por që edhe kamera deri diku ka ato të veçantat e veta, ka ato cilëtetin më super, më crispy le ta them, pak më të detajuar, por që po, e mora. Ok, nuk është diçka e lirë, është një investim goxha i madh për mua të paktën, por që shpresoj që dëshira ime që kam për YouTube-in arrini një pikë nga ku edhe të paguhem mirë, sepse për momentin nuk është se paguhem shumë pak, por që shpresoj që të jetë e afërt edhe dita ku të fillojmë të paguhemi normalisht nga YouTube-i, edhe pse jo, përveç se pasionit që kemi, ta kthejmë pasionin edhe në një punë, pra 2 në 1. Atëherë le t'i bëjmë një unboxing kamerës. Siç e thash, unë nuk marr vesh nga kamerat, por që me sa pash në për review-t që njerëzit thonë, kjo ishte kamera më e mirë për momentin dhe sidomos për rastin si unë që jam duke marrë kamerë për herë të parë, ishte edhe shumë e thjeshtë në përdorim, por që këtë pjesë do ta shohim me kalimin e kohës. Unë në fakt i bëra unboxing sepse më duhej që të bëja një reels edhe për Instagramin, sepse kam filluar që t'jem edhe aty shumë aktive, por që paka shumë gjërat i kam këtu siç ishin të paketuara, kështu që dua t'rregoj. Atëherë unë po i bie pak shpejt se nuk është se ka ndonjë gjë, janë thjesht 2-3 aksesor. Kamera vinte me këtë fishën, me këtë pjesën e baterisë vet, me baterinë, e kishte një bateri. Pjesa tjetër ishte edhe kjo pjesa e mikrofonit, që është shumë i lezetshëm ky pufi kështu, megjithëse unë duhet ta hap pak të. Dhe qështja mbi tort është edhe kamera. Shikojni pak sa e bukur që është. Nuk e di, më pëlqen shumë sepse mbi të gjitha është shumë e vogël, shumë praktike dhe unë mund ta marr në një nga çantat më të vogla që unë kam aty në koleksion. Më e vogla që unë kam është një EHM edhe long jump i vogël dhe ta mendoni e nxë aty edhe plus mund të fus edhe gjëra të tjera. Shumë praktike. Pastaj për sa i përket cilësisë, të gjithë thonë që ka cilësi shumë të mirë, por që unë duke qenë se nuk marr shumë vesh, duhet të rregulloj pak settings dhe pastaj t'ju them për gjërat e tjera. Çfarë ka tjetër, sepse siç u thash nuk di çfarë t'ju them tjetër, është sikur ta keni bler edhe ju për herë të parë, edhe unë nuk di asgjë rreth kamerave, thjesht di ta ndez këtu te on and off-i, bëhet edhe kjo lentja kështu.
Edhe pjesën e ekranit, se harrova t'po thosha, pjesën e ekranit e ka kështu, behet edhe kështu. Ndërkohë që unë xhiroj, për shembull, në momentin që unë xhiroj kështu, mund ta shoh veten time këtu, megjithëse më duket pak shumë e vështirë sepse ekrani i telefonit tim është shumë i madh, unë mund ta shoh shumë mirë veten, ndërsa këtu nuk besoj se do e shoh edhe derisa të mësohem do jetë shumë problem. Gjithsesi, për gocat që e kanë këtë, do ju lutesha që të më thonit ndonjë gjë, të paktën a jeni të kënaqur, ndonjë gjë rreth settings, ndonjë gjë që unë duhet ta bëj me patjetër këtu që do më nevojitet për pjesën e YouTube-it, kështu që në qoftë se e keni të njëjtën, mos hezitoni që të më komentoni sepse unë nuk di asnjë gjë rreth kamerave në përgjithësi, jo vetëm rreth kësaj. Ky ishte edhe unboxing, jam shumë e lumtur që e mora edhe mezi pres të xhiroj, edhe pse e kam ndezur një 2-3 herë edhe më duket shumë e vështirë. Në momentin që e marr kamerën edhe mundohem që të xhiroj, më duket shumë e vështirë, por për sa i përket pjesës e klipeve, më duket sikur i nxjerr shumë pastër. Megjithatë, duhet të marr edhe një fish që t'i kaloj nga kamera tek laptopi. Koha sot është shumë e mirë, jo vetëm sot, por ka diku tek një javë që bën vetëm diell, super diell, domethënë është gjithë dita nga mëngjesi e derisa perëndon. Jemi kënaqur në fakt, edhe unë nuk kam xhiruar sepse, okay, vërtet ka qenë diell, por nuk është se kam qenë në atë moodin e duhur. Më ndodh shpesh që të bllokohem, edhe ishte pikërisht kjo java me diell që mund të bllokohesha, por që tani sikur më erdhën pak ato notat e humorit, sepse më erdhi edhe kamera, edhe jam shumë e lumtur. Kam veshur edhe këtë kostumin që mora te Primarku herën e fundit dhe më pëlqen shumë. Është ekstrem i rehatshëm, nuk e di për materialin ato pushëzohet apo diçka të tillë, por di të them që është shumë i rehatshëm. Nëse do kem rrugë në Frankfurt, është e sigurt që do shkoj të marr edhe një ngjyrë tjetër. Gjithashtu kam paraqititur në Vinted një, nuk e di se si quhet, si tip manteli, më erdhi sot, do ta marr e do ua tregoj edhe atë. Në fakt nuk është se më pëlqeu shumë kur e provova, sepse më rrinte pak i madh, por që për më tepër po e shkoj ta marr edhe pastaj do tregoj. E mora shumë lirë në fakt, e mora diku tek 4-5 euro në total shkoj, ishte 3 euro, edhe duke qenë se po kërkoja për një të tillë, thash okay, po e porosis, por që fakti që më rrinte e madhe nuk më pëlqeu fare. Është nga këto si tip manteli që ngrihesh në mëngjes edhe e hedh krave, sidomos për tani në pranverë, më pëlqejnë shumë këto lloj. Sidomos kur ngrihem në mëngjes, mua më nevojiten shumë këto, ndërkohë që sa t'i përgatis anjës mëngjesin, të bëj gati anjën, më pëlqejnë, më duken shumë të rehatshme. Shikojeni pak, është me këtë pjesën e tantellës këtu, është ngjyrë e bardhë, kështu është shumë e bukur, po thjesht fakti që mua më rrinte shumë e madhe. Nejse. Outside my window is everything pale and cold. Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day. Kam bërë një super rëmuj këtu, por që doja të tregoja pjesën e tripodit. E mbani mend besoj këtë tripodin që kam shumë pak kohë që e kam ler. Nuk mora atë që kamera kishte të vetin, ai kushtonte diku tek 150 euro shtesë. Nuk e mora atë sepse kam këtë dhe i vete fix kamerës, pra ta marr kameran. Ka këtë pjesën këtu kamera që unë mund ta vendos këtu, edhe ky ka dhe versionin që mund ta marr kështu në dorë, kështu që është super. Kam bërë një blerje të zgjuar atëherë kur mora këtë. Kështu duket edhe me tripodin e vendosur dhe për momentin nuk kam ndërmend që të blej tripod tjetër sepse ky që nga me vërtet shumë i mirë. Që në momentin që e mora e dija që këtu mund të vendosja edhe kamerë edhe nga ato GoPro-t, kështu që ja vlejtën edhe lekët që e mora. Kështu duket dhe kamera e vendosur, unë mund ta lëviz majtas, djathtas, poshtë, lart, në pozicione të ndryshme, sepse kjo pjesa këtu është pak e lëvizshme, kështu që super. Ndërkohë, unë po bëj disa prova të shoh se si do dalin videot, ndoshta ja marr dorës, që të paktën gjysmën e kësaj videos ta vazhdojmë me kamerë, domethënë.
japësh një mua? Të më japës një gjë? Faleminderit, Tanja. E mirë? Ja? Okej, haja, mama. E mirë, bravo. Bravo, zemër. Do tjetër? I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Që unë po filmoj me kamerë, do më thënë hera e parë që po filmoj veten time, kam shumë emocione të drejtën, por që e mora edhe në mëngjes kur shkova në Flowmarket, sepse sot është ditë e shtunë, e mora me vete sepse thash të shoh se si do xhiroj ato skenat jashtë. I kam parë vetëm në sajt e kamerës, sepse nuk e kam akoma atë që t'i hedh në laptop, edhe nuk e di, nuk e kam parë cilësinë fare. Por që në momentin që do editoj do ta shoh edhe ndërkohë do shihni edhe ju kur unë të kem hedhur videon. Sot shkuam në Flowmarket, ishte ditë e shtunë dhe kam marrë gjëra, kam marrë goxha gjëra, por që fatkeqësisht, sepse kur erdha i provova, dy prej tyre nuk më banin. Por që i kam marrë me super çmim, unë do t'ua tregoj tani një nga një të gjitha gjërat që çfarë kam marrë. Edhe në fund do ju them ato që më banin dhe ato që nuk më banin. Kam marrë me super çmim 3 palë gjinse Levi's. Nuk e di a e besoni dot, por që 3 palë gjinse Levi's, edhe të gjitha janë akull të reja, pa defekte, pas një gjë fare. Shikojeni pak, të parat që mora, edhe të gjitha rrobat i kam marrë vetëm tek njëra. Të parat që mora janë këto. Këto janë stili që vin pak kështu si, jo cowboy, po pak si të gjera në fund, dhe ngjyrën e ka shumë të bukur. Ndërkohë edhe kjo pjesa nga mbrapa që lexon Levi's edhe tëra me radhë, por që më shumë për ngjyrën edhe për stilin, sepse isha duke parë një stil të tillë, por që fatkeqësisht këto janë nga gjinset që nuk më bajnë, këto janë small, ndërkohë që unë jam medium. Megjithëse më dukën pak si përje madhe, thash ok, po i marr se ndoshta më bajnë, por që nuk më bajnë. Ok, më futen, por që më rrin shumë të ngushta, gati të pëllcas. Kështu që nuk më bajnë. Enit nuk e jap dot, se dhe Eni është masa ime, por që ndoshta do të provoj një herë shoqja ime. Dhe nëse nuk i bëjnë edhe asaj, pastaj i bie që ti nxjerr në Vinted, ti shes, pse jo, do ishte një mundësi shumë e mirë, sepse këto janë Levi's, kushtojnë goxha, edhe me çmimin që i mora unë, besoj se mund të fitoj goxha.
Të tjerat që mora janë paka shumë të njëjta me, domethënë si ngjyrë është paka shumë e njëjta me të parat, por si model është model tjetër. Këto janë nga ky stili që rrin të drejta në fund, por që si ngjyrë janë të njëjta edhe materialin e kanë shumë të mirë të dyja. Janë Levi's edhe këto, janë akull të reja. Unë Levi'sin gjithmonë nëse janë të reja apo jo e shoh këtu tek etiketa edhe shikojeni pak sa perfekte që është, edhe pastaj pjesa brenda është akull e re. Edhe këto janë një nga xhinset që mua nuk më banin, kështu që kalojmë tek të tretat e vërteta. Që në momentin që mora xhinset e bardha, që më bëri jeni dhuratë për ditëlindje, më hyn shumë në qejf xhinset e bardha, bezh, edhe duke qenë se ato më kanë marrë një njoll të vogël, po edhe i kanë veshur. Thash ok, ndoj një palë të tjera, por që nuk doja të mira të reja dhe ndërkohë po shifja në Vinted dhe thash ok, kur do dalem për Flormarkt. Akoma më mirë nëse do ishin Levi's, edhe ky ishte një nga shanset më të mira, megjithëse kur provova dy të parat, se këto i provova të parat ato që tregova pak më para, pata shumë frikë se nuk do më bënin edhe këto, por që këto janë material tjetër, edhe më bëjnë edhe më rrin shumë mirë. Këto janë Levi's, janë të bardha. Jo fix të bardha, por që janë pak si në bezh. Këto janë masa 27 në fakt. Ja se si duken. Edhe në fund vinë kështu pak si të drejta, nuk është se rrinde shumë të gjera, por që rrinin shumë bukur në trup. Po mendoj që të bëj edhe disa kombinime, madje kam edhe bluzë Levi's të bardh. Nuk e di do shkoj që të bëjem me bluzë Levi's lart dhe xhinset poshtë, por që kam disa opsione për t'i kombinuar edhe xhinset e bardha, sidomos tani në pranverë janë shumë të kombinueshme. Këto që nga stili strajt, pra të drejta dhe po vërtet ashtu rrinin. Dhe e fundit që mora tek ajo goca, ajo në fakt kishte shumë gjëra të bukura, por duke qenë se ajo ishte më shumë masa small, nuk është se kishte shumë versione. Për shembull, mua më pëlqeu një bluzë, por që nuk doja ndërkohë të më rrinte shumë pas trupit, sepse unë nuk i mbaj dot bluzat shumë pas trupit, dhe e lash, por që kishte shumë gjëra tek ajo goca. Unë mora dhe një bluzë të thjesht bazike që është kjo, është nga HM-ja dhe më pëlqeu fakti që është kështu e holl, fix për tani në pranverë, por është edhe shumë e lehtë, me një xhaketë sipër, duket super e butë edhe super e rehatshme. Dhe kalojmë edhe tek gjërat e tjera që unë mora në Flormarkt. Mora këtë pjatë në fakt se shoqja ime ishte duke parë në një shport që ajo i kishte bërë me 20 cent gjërat dhe tha më duhet të plotësoj 1 euro, tha, dhe pastaj mora unë këtë pjatën. Më pëlqeu nga një anë sepse këtu mund t'i vendos anjës në një snack, edhe më tepër më pëlqeu fakti që është kështu si çelik, nuk e di se çfarë materiali quhet, por që kam hequr dorë nga Po mama, për Anjën është kjo, mere. Po, Anja nuk e kishte parë, tani po e shifte dhe po më gjonte mua me vëmendje. Edhe po thosha që sidomos enët e Anjës, të kopshtit, edhe këto që i përdor në shtëpi, dua që t'ja marr, prit mami mos i hap, këto mos i hap. Dua që t'ja marr në këtë materialin e tillë, sepse kam dëgjuar që plastika është shumë e dëmshme, madje kur i mora dhe atë box lunchin të kopshtit, një nga ju më thatë që pse nuk ja more material tjetër, edhe kishit shumë të drejtë, sepse edhe shishen e ujit, edhe atë të lunchboxit ja mora plastik, por që doja ndërroj me kalimin e kohës, doja marr në këtë materialin kështu që t'jenë më të shëndetshme, sepse plastika nuk është fare e shëndetshme. Por avash. Dhe e fundit që mora, prit mos e hap. E fundit që mora është kjo gjëja këtu, që është nga këto që bëhet që mund të shkruash gjëra edhe e lë për dekor. Unë këtu kam vendosur që të shkruaj Kristina Rira Vlogs, diçka të tillë me YouTube-in, edhe ta lë këtu mbrapa ndoshta, por që isha duke menduar edhe mund ta ndërroj me shoqen time sepse ajo ka të zezë si kjo. Dhe ndoshta nëse më shkon e zeza këtu, ndoshta unë marr të zezën edhe ajo merr këtë, sepse te shtëpia e vet asaj shkon më shumë kjo gjëja këtu, sepse ka më shumë dru. Kurse unë këtu kam më shumë gjëra të bardhë, të zezë, të gri, edhe mendoj se do më shkojë më shumë ajo tjetra, por që do ta shohim. Kishte edhe shumë shkronja të tjera, edhe numra ndërkohë. Ja, janë këto të tilla. Kështu ka edhe akoma, por Anja i hapi, ishin të mbështjella në një qese. Është hera ime e parë
edhe duke qenë se kutohem dhe ndonjëherë në vend që të shoh këtu drejt kamerës, shoh tek ekrani këtu, edhe ndoshta duken pak e çuditshme, por që sa t'ja marr dorës, sepse është një lloj sikur ta merrni edhe ju për herë të parë, por besoj se ju më kuptoni sepse ju kam shumë të mira. Këto ishin gjërat që unë mora edhe mund të them që ishte një flomarket i mirë, kishte shumë gjëra të tjera, por me rroba nuk është se kishte shumë, kurse gjëra dekore dhe gjëra të tilla kishte shumë, por unë duke qenë se nuk është se kam shumë rafte që të vë dekore, nuk është se dua të marr. Jam duke kërkuar tani vetëm një vazot që të jetë qelë, që thjesht për të vendosur tulipanat. Unë kam të bardhën, por që dua ta ndroj sepse ajo e bardha sikur më është bërë pak si me disa viza të zeza. E di ku mund të gjej një të tillë, ndoshta te Aksioni mund ta gjej më lirë se sa te Depoti, por që do shoh tek të dyja. Kaq për sa i përket edhe blerjeve që bëm në Flowmart. Unë tani po mendoj që të provoj edhe pak xhinset që t'ju tregoj se si rinin dhe pastaj ndoshta dalim sepse jemi pushim, ko me diell, ko shumë e bukur. Po mendoj që të shkojmë në Mainz tek lumi, të rrim aty. Është shumë bukur, më pëlqen shumë sidomos kur del dielli, e shijoj akoma më shumë me një kafe në dorë, do ishte perfekte. Unë ndërkohë po provoj xhinset edhe rikthehem sërish për t'ju treguar se si do më rinë. Kështu rinë edhe xhinset veshur, janë fix masa ime, qofse do ishin pak më të vogla, e sigur që nuk do më banin, por që janë super sepse janë kështu si materiali gomuar, edhe prandaj më bajnë. Në fund janë kështu, do më thënë vinë të drejta dhe super. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. Wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape